Bashkëshortja e kryeministrit Linda Rama e ka cilësuar fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit si një përgjegjësi që kërkon angazhim. Në forumin ndërkombëtar FII Priority, Rama u shpreh se ka akoma shumë gjëra për të ndryshuar. Duket sikur një fill po lidhet pas kaq shumë vitesh, shqiptarët i besuan e edit një mandat shumë të fortë, një përgjegjësi e jashtëzakonshme, ndjej peshëm për të mos zhgënjur askënd nga ata që e ka dhënë këtë mbështetje dhe për të lejuar të rinj të çelin një shtet krejtëri me një nivel tjetër angazhimi. Sipas bashkëshortes së kreut të qeverisë, ka qenë një sfidë ruajtja e identitetit të saj personal dhe profesional, pasi u bë bashkëshortja e kryeministrit. Kuptova që në fillim që sapo bësh bashkëshortja e dikujt që zgjidhet, rreziku është që njerëzit të shohin vetëm si bashkëshortja e kryeministrit. Në fillim mendova se thjesht do t'i shtoja dimension tjetër profilit tim personal, por e kuptova se më duhej të ruaja identitetin tim personal e profesional. Ishte sfiduese. Nuk harroi të listonte dhe të mirat që ka vendi ynë. Në këtë vend kaq të vogël mund të gjesh të gjithë botën. Kemi më shumë se 3000 kostume tradicionale, 3 besime fetare që janë në harmoni dhe janë një trashëgimi e madhe. Jemi një komb mjaft dinamik dhe tronditja nuk na trondit. Ndodhi në 97-ën, pandemia, tërmeti dhe ne vazhduam me rritjen. Ndërkaq, Linda Rama theksoi dhe nevojën e mbështetjes ndaj të rinjve, duke kërkuar që ata të shihen si njerëzit që do të kontribuojnë më së shumti për të ardhmen.